Mirë mbrëma, tani dëgjojeni se çfarë është zbuluar. 10 plagët e mëdha të Egjiptit antik të shkruara në librat e shenjtë nuk kanë qenë fenomene natyrore, por teknologji aliene. E dëgjuat mirë. Pra, jo mrekulli, por të krijuara nga jashtëtokësorët. Ju, a besoni? Tani më ndiqni me kujdes sepse kjo është një nga ato diskutime që do hap polemika të mëdha dhe padyshim shumë prej jush kanë informacione brenda këtyre, por unë doja që ta diskutoj për ata që nuk kanë informacione. Kështu që kush është rastësisht nëse nuk e ka brende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Atëherë Erich von Däniken, një nga studiuesit më të mëdhenj që ka bërë me 10 libra, ai ka dalë publikisht duke deklaruar që çfarë ishin fenomenet e dikurshme të shkruara në tekstet biblike që ne kemi mësuar gjatë viteve dhe jemi rritur me to, ose janë rritur gjithë bota, kanë qenë jo fenomene natyrore, por të krijuara nga teknologji aliene. Dhe pse kanë dalë në këtë konkluzion ai me studiuesi, sepse nuk ishte vetëm për të bërë këtë studim, por ka qenë një grup studiuesish ku secili prej tyre në degën e tij. Pra një biolog, një matematikan, një fizikan, etj etj. Dhe dëgjojeni me kujdes, është vërtet shumë e bukur. Unë kam shkruar pikat kryesore këtu, nuk diskutohet, dhe unë do t'ju them tani hap pas hapi se kush kanë qenë këto, për t'ja u kujtuar, sepse shumë prej jush i njohin, këto fenomene natyrore të atërshme. Atëre, pikë së pari duhet mani mend që uji, nëse mani mend ujin që u helmua uji në tekstet antike. Jo vetëm u helmua, por ndryshoi edhe ngjyrën, u bëi kuq, pra u bëi gjak. Si është e mundur që uji të bëhet gjak? Dhe si është e mundur që uji të ndotet? Se nuk bëhet fjalë këtu vetëm për një ujë të një lumi, pra të 2-3 lumenjve, por edhe të një deti. Pra këtu çka shkruhet edhe në tekstet antike. Dhe sipas kërkimeve që janë bërë, pikërisht pra disa studiues biolog kanë bërë disa kërkime dhe kanë parë që speciet kanë modifikuar. Pra, janë modifikuar, jo vetëm specie, por kanë modifikuar edhe mënyrën e tyre të jetesës, pikërisht pra duke filluar që nga shekulli 7 para erës sonë, parafërsisht. Dhe kjo është shumë e çuditshme. Për më tepër, edhe klima ka ndryshuar pikërisht në atë kohë. Pra, klima që sipas teksteve antike ndryshoi klima në atë kohë, sepse u thuhet, si shkruhet në Bibël, ndryshoi klima dhe ndryshoi moti, kishte rreshje të mëdha për ditë me radhë ose nxehtësi të madhe. Pra në këto dy ekstremitete, sipas biologëve, ka patur me të vërtet një moment të klimës, një ndryshim të klimës së fortë. Mirë po, kjo nuk mund të ndodhë nga sot nesër dhe koha ka qenë shumë e shkurtër. Nga studimet e kryera është vënë re që ka diçka që ka ndodhur në qiell pikërisht në atë moment, por prisni sepse vijnë të tjera akoma më të rëndësishme. Pikërisht mbajeni mend këtë që ka ndodhur diçka në qiell, thon studiuesit biologët. Dhe tjetra është që sipas disa biologëve, matematikanët pretendojnë që ka patur një atmosferë vërtet ndryshe. Se ka qenë pikërisht atmosfera që ka ndryshuar, pastaj edhe moti në sipërfaqe që ka ndodhur diçka pastaj në qiell që do ta themi më vonë. Dhe në bazë të disa llogaritjeve që janë bërë, është në mënyrë matematikore është ndërtuar diçka në qiell, pra është formuar diçka në qiell në bashkëpunim me tokën që ka krijuar një kolaps, si mund thuhet, të motit. Dhe kjo nuk mund të ndodhë për efekte natyrore. Është e pamundur që mund të ndodhë në efekte natyrore, sepse do të duhesh një kohë gjatë për nxehtësinë e planetit Tokë dhe pastaj nga anasjelltas të ftohej në mënyrë të drastike, pra në të njëjtën kohë. Pra, këto dy ekstremitete janë të lidhura pikërisht pra në formë matematikore që dikush mund të ketë përdorur një teknologji të panjohur. Tjetra, disa studiues autonom e kanë fjalën për zotat. Zotat bën resetin. Pra kjo po flet për shembull ky Erich von Däniken, ky thotë që zotat bën resetin e ekosistemit. Pra, resetimin e ekosistemit, ajo që po ndodh pikërisht në këtë periudhë, por u bën në një kohë shumë të shkurtër. Tani dikush nga ju do thotë pse çfarë po ndodh tani? E keni parë që prej vitit 2000 deri tani ka ndryshuar shumë moti. Madje kohët e fundit po bën shumë nxehtë dhe pastaj do bëj shumë ftohtë këtë vit, ashtu si bëri dhe vitin e kaluar. Dikush do thotë, pama se kështu ka ndodhur gjithmonë. Do shtohet gjithmonë më shumë dhe do të ndodhin akoma më ekstremitete mes ftomës dhe nxehtësisë. Dhe në bazë të këtyre studiuesve pretendohet që ka qenë një inxhinieri gjenetike e zhvilluar, që nuk mund ta bënte njeriu. Por le të vazhdojmë më tej. Si është e mundur që thonë
këta studiuesit që të bëhet, të shndërrohet ujë nga ujë i normal dhe të shndërrohet një gjak si thoshin atere. Nuk është kështu, por ka ndodhur në bazë të disa fenomeneve shumë të forta që kanë ngjallur disa alga të kuqe, me pak fjalë. Mirë po algat dhe këto dhe deti nuk mund të bëhet i kuq nëse nuk ka një efekt kimik të rëndësishëm, pra të fortë. Dhe efekti kimik sipas bazave të këtyre studimeve dhe testeve ka ndodhur pikërisht në atë kohë. Pra edhe ky studim thotë që ka ndodhur pikërisht rreth shekullit të 7 para erës sonë. Mirë po, pushtimi i karkalecave dhe bretkosave ishin pasojat, si pas studiuesve, të ekosistemit, pra ndryshimi i ekosistemit bëri që të lindnin bretkosa dhe karkaleca. E keni parë dhe shqiptarët e din shumë mirë këtë, kanë informacione për këtë, që kur ndodhin fenomene të ndryshme natyrore, si për shembull tani që ka vap, dyndin karkaleca, si për shembull edhe në ku ishte, në Lushje, në Elbasan, në ato vende të ndej, që u dyndën karkaleca dhe kanë dëmtuar edhe plantagjone, me fjalë toka të mëdha me ushqime. Dhe edhe ky mund të jetë një problem i ndodhur në moment, pra pas i ndodhi, pra nuk është se mundet thotë, disa studiues thotë që mundet edhe të ketë vënë dorën edhe teknologjia. Pra ajo teknologji që ka bërë të tjerat, mund të ketë vënë dorën që të lindin edhe specie, për shembull karkaleca dhe bretkosa të tjera. Por prisni, sepse në atë kohë u dyndën edhe mushkonjat. Duhet të dini që mushkonjat tani e kanë kuptuar studiues, po e kemi kuptuar vetëm tani që me mushkonja mund të luftosh çdo gjë. Mund të vrasësh njerëzit, mund t'i shkatërrosh të gjithë, mund t'i shfarosësh të gjithë. E njëjta gjë që ndodhi dhe atëre. Pra ndodhi me mushkonjat. Mushkonjat u dyndën gjithandej dhe zaptuan një pjesë të madhe të planetit. Si është e mundur që të pickonin dhe të dëmtonin një pjesë të madhe, jo vetëm të njerëzve, por edhe të kafshëve, pra këto mushkonjat. Si është e mundur? Pra, sipas biologëve, mund të ketë ndodhur sepse pikërisht në atë periudhë, se kanë vënë re në bazë të mizave. Ato mizat mishngërënce, që i kemi folur në disa nga këto emisionet, janë krijuar, pra jo janë krijuar, por janë intensifikuar pikërisht në atë periudhë, pra rreth shekullit të 8 ose të 7 para erës sonë. Dhe nëse keni vëre, ndodhi e njëjta gjë nga vitet 70, pra u intensifikuan. Ajo që ndodhi edhe parë në vitin 2023. Dhe ndodh pikërisht kur ka disa virale. Dhe në vitin 2023 sapo mbaroi virusi që njihni të gjithë. Dhe është e çuditshme, thonë studiuesi, se si është e mundur që të shpërthejnë 1 miliarda mushkonja në të njëjtën kohë. Dhe edhe kjo mund të jetë thotë dorë e një nxitje biologjike jashtëtoksore jo njerëzore, sepse kush mund ta bënte në atë kohë? Nuk kishte teknologji që të shkonin dhe të modifikonin gjenetikisht pra mushkonjat. Megjithatë, sidoqoftë, siç thash, ata kanë bërë studime për sa i përket mizave që janë mishkënëse, që edhe në Bibël shkruhet pikërisht për këto, për mizat dhe milingonat, dhe këto mushkonjat. Por njëkohësisht flitet për 3 ditët e territ. Kemi bërë emisionin për këtë dhe tekstet antike flitet për 3 ditët që ishte komplet zi. Pra komplet dielli ishte zhdukur. Dhe në bazë të studimeve që janë bërë, nuk është se u bë një eklips. Jo, por dielli nuk ekzistonte për 3 ditë. Dhe është vënë re që pikërisht në shekullin e 5, pra afërsisht shekullin e 6 para erës sonë, ka ndodhur një fenomen i tillë. Pra, në bazë të studimeve dhe gjeologëve po flasim, për këto studimet që janë bërë, mendohet ose pretendohet që është bërë vërtet një diçka e tillë. Disa thonë që mund të jetë verifikuar 11.000 vite më parë, pra shumë herë më parë se shekulli 7 para erës sonë. Me fjalë i bie jo 4.000 vite më parë, 3.500 vite më parë, por rreth 11.000 vite më parë. Dhe tjetra është vdekja vdekja e fëmijëve të fëmijës së parë. Dhe këtu do të themi atë që doja t'ju kujtoja, sepse po i lexoj këtu, të efektit që kishte ndodhur diçka në qiell që ju premtova. Atëherë, vdekja e fëmijëve nuk mund të jetë rastësore. Vdekja e fëmijëve që ishte fëmia e parë, ai që lind, është e njëjta gjë që po ndodh tani. Gjenetikisht mund të futesh vetëm në gjenetikën e njeriut
dhe të dëmtosh disa spermatozoide që vinë pikërisht në atë moment. Pra në barkun e nënave ose dhe paraprakisht përpara se të bie shtatzane. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm në mënyrë të ndërhyrje gjenetike me një teknologji të re, të panjohur. Pra ajo që mund të bëhet sot, që akoma është në pikë pyetje, por mund të arrihet sot. Pra që ti pa e prekur një grua mund t'i hedhësh diçka dhe ajo humb fëmijën me pak fjalë. E njëjta gjë që ka ndodhur dhe atëherë dhe ka ndodhur dhe kjo në atë periudhë parafërsisht, rreth 9 shekuj më parë para erës sonë. Mirë po, ajo që thash më përpara, që tregohet që ka patur diçka në qiell, është zbuluar diçka drithëruese, diçka që mendojnë që kjo mund të jetë arsyeja e të gjithë kësaj që po flasim këtu, pra të gjithë ekosistemit që ka ndryshuar. Sepse mendohet që kanë bërë një ose kanë krijuar një aerosol në atmosferë. E dini se çfarë janë aerosolët, po ja them juve. Atëre, e mbani mend atë teknologji që hidhet këto rreth kimike, që thuhet, që hedhin me avion. Pra ne e kemi zbuluar tani, nuk ka 20-30 vjet që e kemi zbuluar. Por po sikur alienët të ekzistonin dhe të ekzistojnë ende këtu dhe të kenë shfarosur një pjesë të njerëzve për arsye X, ne nuk e dim. Dhe çfarë u duhet atyre? Duhet bëhesh të hidhnin me fjalë në atmosferë pluhur që të binte dal nga dal. Dhe ai pluhur ose në formë smoku, pra në formë tymi, e thithnin njerëzit të vdisnin. Pra vdiqen shumë njerëz, vdiqen fëmijët e parë, pra fëmijët në barkun e nënës, vdiqen me fjalë gordën kafsh dhe insekte pafund. Kjo pra është një sintezë e të gjithës asaj që është zbuluar, siç ju thash kohë të fundit. Dhe në sintezë është një teknologji, atë që kanë unë pash gjithë emisionin, po ja u sugjeroj, Ancient Aliens, që është një emision i tërë, emisioni 13, dhe është një orë gjysmë parafërsisht, dhe unë ja u këshilloj që ta shikoni, por në sintezë po aty thonë, është një, me fjalë ka qenë një teknik ushtarake super e sofistikuar, me një teknologji madhështore, thot, që te i kalon teknologjinë e sotme. Pra në sintezë të gjitha këto studime që janë bërë, del si rezultat që në atë kohë, pra nuk kanë qenë fenomene natyrore, por të ndikuara nga teknologji jashtëtoksore ose teknologji aliene. Tani zgjidhni ju, nëse ata kanë qenë këtu dhe janë ende këtu, apo erdhën nga jashtë atmosfere dhe bën atë çka bën, pastruan diçka dhe pastaj u kthyen sërish ku nga erdhën. Këtë vendosin ju. Këtë unë ju thash sot sintezën e asaj çfarë thonë studiuesit, pra të jetës jashtëtoksore që ka ndodhur, ajo që shkruar në tekstet biblike, në kohën e Egjiptit të lashtë. Tani, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, nëse ju besoni këto apo jo, ose çfarë mund të heqim dhe çfarë mund të shtojmë që ta diskutojmë së bashku. Kalofshi bukur.